Gjirokastra po përgatitet të mirëpres festimet e ditës së verës me njësër aktivitetesh kulturore dhe artistike. Programi festiv nis të premten me karnavale të cilat pritet të sjellin ngjyra, muzikë dhe atmosferë festive në qytetin e Gurtë. Në këtë paradë do të përfshihen fëmijët e shkollave dhe kopshteve dhe artistë që do të performojnë për t'i bërë më të gjalla këto festa. Tashmë që është bërë traditë, në sheshin e Çeçizit do të mblidhen në shkollat e qytetit, nxënësit e shkollave të veshur me kostumet e tyre shumëngjyrshë, të cilët do të krijojnë atë paradën në qafën e pazarit karakteristik dhe më pas do të grumbullohen tek sheshi i madh dhe sheshi i Çeçizit, ku do të jetë ngritur edhe skena. Do të kenë performanca të ndryshme, ashtu si çdo vit që ata i përgatisin me këngë, me poezi, qofte dhe me kërcime të ndryshme. Pa diskutim që pjesë e karnavaleve do të jenë edhe vogëlushët e kopshteve, sepse ata i japin edhe akoma më shumë gjallëri. Ndërkohë që mbrëmja e ditës së karnavaleve do të kulmojë me koncert i cili do të jetë live nga Sardi Strugaj dhe grupi Links. Më pas do të kemi performancë të DJ të ndryshëm që do të vinë të performojnë në skenë. Në të njëjtën kohë do të kemi edhe një mini shfaqje të vogël teatrale, e cila do të vinë nga grupi i artistëve të teatrit të Zini Sako, që do të performojnë në qafën e pazarit karakteristik dhe së bashku me grupin i cili do t'i bashkangjitet grupi i Shkodrës me kostumet veneciane, do të bëjnë paradën në qafën e pazarit dhe do t'i bashkohen koncertit me muzikën live në sheshin e Çeçizit. Ndërkohë që në 14 do të jetë edhe mbyllja e karnavaleve, ku do të kulmojë me djegjen e Dordolecit. Festimet për ditën e verës nuk do të zhvillohen vetëm në zonën historike të qytetit. Një pjesë e aktiviteteve do të zhvendosen edhe në Parku Natyror të Virojit. Dita e verës dhe ashtu si çdo vit ne do të organizojmë aktivitetin madhështor në Parkun e Virojit, aty ku do të bëjnë pjesë të gjithë fëmijët, do të jenë kënde të ndryshme, argëtimi, siç është këndi pikturës, këndi artizanëve, këndi i harkut, këndi i sportit, gjithçka që fëmijët të ndihen komod. Sigurisht që aktivitetit do t'i bashkohet edhe grupi i fëmijëve të qendrës kulturore Fato Berberi. Ata janë prezent në çdo aktivitet që ne bëjmë dhe më pas do të argëtohen me animatorët dhe me face painting, pra gjithçka që i duhet të ditës së verës. Për ta gjallëruar akoma më tej muajin mars, në datat 14, 15 dhe 16 në kineman e qytetit do të shfaqet filmi Loja e fundit, i cili vjen nga Luiz Eili dhe Chiara Tito, të cilët do të jenë të pranishëm edhe në premierën, e cila do të jetë në orën 18. Dita e verës pritet të sjellë një atmosferë festive në Gjirokastër, duke bashkuar traditën me argëtimin dhe duke e kthyer qytetin në një pikë tërheqëse për vizitorët.